Në ndërkohë, jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë, në Shqipëri, por 95% në Tiranë, sepse jemi duke diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione, edicionin evropian të Globe Soccer Awards, pra të çmimit të globit futbollit. Është një eveniment i jashtëzakonshëm i cili mbahet në mënyrë të përvitshme për sa i përket edicionit vet global në Dubai dhe për edicionin evropian organizatorët janë në një diskutim me Madridin dhe me ne këtu në Shqipëri. Kemi shumë arsye të besojmë që zgjedhja do të bjerë mbi ne dhe do jetë fantastike që për shembull çmimin e futbollistit më të mirë të vitit nga Globe Soccer Lamine Yamalit fjala vjen t'ja japin këtu në Tiranë. Në ndërkohë po punojmë edhe me Padel International, është një tjetër aktivitet i jashtëzakonshëm që ka një mbulim të jashtëzakonshëm mediatik në të gjithë botën, që është aktiviteti i padelit, Padel International, dhe po punojmë që të sjellim në Shqipëri një edicion të tij.